Kujdes, mëkatar të celularit. Kamera e parë e shpejtësisë celulare në Gjermani hyn në punë, ndërsa proteksionistët e të dhënave po japin alarmin. Politikanët brorasin, një shtet federal po bën fillimin, pjesa tjetër e Republikës mund ta ndjek. 3 vjet më parë, një provë në Trier bëri buj, një kamerë e vogël ashtu quajtur monokam filmoi të gjitha makinat që kalonin në një ur autostrade midis Ken dhe Trier e Hrang. Software-i zbuloi kur dikush mbante telefonin e tyre celular në dorë dhe ruajti imazhin për policinë jashtë. Në atë kohë, brenda 49 ditëve, u zbuluan 327 shkelje të celularit në timon. Tani teknologjia po prezantohet zyrtarisht, raporton Morgata. Striker i parë do të blihet në autostradën në Rhineland-Pfalz. Atëherë shoferët kërcënohen me gjoba të shtrenjta nëse përdorin celularin e tyre në timon. SVR, raportoi pari, është ende e paqartë se ku do të përdoren saktësisht kamerat e para të shpejtësisë dhe të telefonit celular, por një gjë është e sigurt, të 5 elitë e policisë në Rhineland-Pfalz duhet të kenë të tyren. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, do të nisë së shpejti. Pfalz është shteti i parë federal që prezantoi teknologjinë në mbar vendin, në mënyrë që mund të dokumentoj përdorimin e paautorizuar të telefonave celular, duhet të filmoni kamerën në automjet. Kjo funksionon më mirë nëse është në një linjë diagonalisht poshtë. Kjo është arsyeja pse kamerat e shpejtësisë të telefonave celular përdoren në autostradë mbi ura. Software-i analizon regjistrimet në kohë reale. Nëse sistemi njeh një celular në dorën e shoferit, imazhi ruhet dhe i përcillet drejt për drejt policisë. Në këtë rast, katalogu i gjobave parashikon një gjobë në shumën e 100 eurove dhe një pikë në Flensburg. Për më tepër, ligjvënësi e konsideron këtë shkelje si një shkelje të kategorisë A, kështu që shoferët fillestar duhet të presin një zgjatje të periudhës së provës në një total prej 4 vjetësh dhe pjesëmarrje të detyrueshme në një seminar të avancuar. Tashmë, pas testeve të para të kamerave të shpejtësisë dhe të celularëve 3 vjet më parë, pat një breshëri protestash nga shoferët, por gjykata rrethit të Trierit hodhi poshtë kundërshtimet. Proteksionistët e të dhënave paralajmërojnë kundër cënimit të privatësisë, por ligji i ri i policisë i jep dritën jeshile për operacionin. Edhe Ministria e Brendshme mbron masën. Shpërqendrimi në timon shkakton rreth 1000 aksidente në Gjermani çdo vit.